I dashur profesor Moshima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj me tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Një djalë i vërtet robot. Zona e Bejt. Më në fund është në palje, pasi kishte konflikte të thella me vendet. Ty ku po festojnë për të vërtetën, dhe jo si një ditë e zakonshme, por dita internacionale e tabloidit. Dhe për investigim, ne kemi gazetarin ton, Ven Kasgroti. Ku shikon atë që shikoj, fantazmat, jetë të reja jashtëtoksore, spurdhjakët, nuk ka më shumë ndryshim se rrethana jote, ha? Ky ishte një robot alien, historia një forme të re jetësore. Asgjë nuk do të më ndaloj të marrë këtë llamarinën. Më falni, kam disa probleme me makinën. Mund të përdor telefonin tuaj? Jo, zotri, ne nuk kemi parë një gjë të tillë më parë. Më jepni mua makinën tuaj. Akoma rri mendoj se si kamikaze përpiqet të kap djali robot, si gjithmonë nëpër rrugë. Hey, ju fëmijë. Ku ka shkuar ai? Roboti alien? A mundeni që ta përshkruani robotin alien? Jo, zotëri, ne nuk kemi parë një gjë të tillë si kjo. Unë duhet ta gjej atë. Fati i botës është shumë i rëndësishëm. Karriera ime varet nga kjo gjë. Më kuptuat fëmijë? E vërtet djali robot? Çfarë ishte ajo? Ti si lodhër idiote për fëmijë? Po, ne jemi fëmijë idiot. Do me thënë është si ne jemi idiota fare. Jam i papar. Shumë i vogël gjithsesi. Ai që pash unë ishte i madh, i fuqishëm, nuk i përkiste kësaj bote. Nejse. Për pak na zbuloj. Ta futa me shkull, kalama pis. Lego që këtu. Çdo gjë është e përsosur. Oh, gracias, shef. Ëmbëlsirës ime i ka vendosur disa kandellë shtesë në të. Nuk po flas për gatimin tënd, o njeri trash nga mendja. Unë po flas këtu për planin tim të përsosur. Së shpejti, djali robot do t'jeti imi. Djali robot? Çfarë ka të bëj kjo me një bish fluturuese prej metali që po pushton qejt tona? Jo. Mirë. Ndoshta instinktet e mia përfundimtare nuk ishin të disponueshme pas të gjithash. Por koha ishte në anën time. Dhe herën tjetër do të jemi vëmendshëm. Largu që këte o metalik i rrezikshëm. Duhet ju kthej kalin tuaj. Aliens, sa po the val? A janë këta alienët që keni parë ju? Vigjilenca ime nuk më gënjen. Nuk e kam parë të kaq afër. Vetëm është i lagështitur dhe duket kaq pak a shumë i ngjashëm. Prit një minut. Jo, nuk gjeta asgjë. Alieni dhe kjo lodra. Ata janë të njëjtë. Ky djali këtu, kush është ai? Nga informacionet e dhëna nga universi, e ka emrin Tommy diçka e tillë. Bukur!
Ej, po kjo me çfarë është bërë, vau? Me kaklope! Nëse nuk e dini, kemi një gjë të re në zonën tonë të vendit, ku roboti i vogël është një alien që pushton qiejt. Bota është në telashe. Kjo është me të vërtet shumë keq. Shikoni djema. Drita e karrierës sime tashmë kam rritur. E gjithë bota do të njoftohet. Hej, ju djema! Nisha I që e gjeta I pare. Dhe ullim brapsht. E janë djema, ne duhet të veprojmë shpejt. Ka gjithmonë një rrezik. U shkon shumë lart. Ka një dishez më të lartë që bie më lehtë. Ose ndoshta jo. Siç mund ta shohim që djali robot mund të jetë atje. Kjo vrima, shoku. Shumë e vogël, o plak. Ose ndoshta prapanica jote është pak sa e madhe. Më në fund, stresi im iluziv ishte fiks një realitet në buzët e mia. Unë do të bëhem gazetari më I mirë për 20 vite të ardhshme. Unë do të jem mbreti I gazetarisë. Njerëzit do më duan. Djali robot është afër. Ne duhet të vazhdojmë të shohim. Ata po I marrin pjesët. Ne duhet t'i utojmë, madje sa më shpejt. Krijesat mitike dhe legendat ishin shumë afër. Mendoja sikur t'i arrija që t'i prekja ata. E kapa, le të dalim nga këtu. Unë të thash ty që të eksplozonin djajën robot ndaj botës. Kështu që lëm shtreti që të bëj punët tona për ne. Janë ata dy burrat e makinës akullore. Së shpejti, ata do t'jenë turpi I botës, duke marrur shkelma dhe krushta në sumatriqe. Tommy? E pa mundur! Është alieni metalik.
Mormen! Sulma! Shteti ka thënë që ky rast do të shkojë aty ku i përket. Shteti ka thënë që ky rast do të shkojë aty ku i përket. Udhëllej, unë isha poshtë, por jo jashtë. Të paktën kam ende fotot. Jo! E di se çfarë kam parë, dhe e di se ku jeton. Unë do të kthehem sërish.